Ndodhen përbri lumit Shkumbin, këtu lart meje ndodhet edhe vendi ku ka rënë asfalti e po ashtu edhe ura ka probleme duke mos bërë të mundur kalimin e automjeteve dhe shiko çfarë kanë bërë tek lumi Shkumbin, kompania e cila ka shfrytzuar duke marrë zhavorin e lumit Shkumbin për ta përdorur tek ura. Domethënë, situata këtu është vërtet problematike, mjafton të vi këtu prokuroria për të kuptuar katastrofën mjedisore që i kanë bërë lumit Shkumbin. Pra, po të shikoni këtu dhe të vinë këtu autoritetet, do shikojnë fare qartë atë çfarë ka ndodhur, e kanë gërryer të gjithë pjesën e këtij segmenti këtu, e kësaj hapësire dhe ka bërë më pas që edhe hekurudha të bjerë. Pra, hekurudha këtu ka rënë totalisht e mandej edhe shikohen gropat e prodhuara nga eskavatorët që kanë bërë nxjerrjen e zhavorit për ta përdorur më pas tek rruga. Në mënyrë abuzive, sepse normalisht e gjithë kjo grop e krijuar këtu do bjerë dheu e do marrë gjithë pllajen. Kjo është ajo që dyshojnë banorët se ka ndodhur. Gryerja pa kriter e lumit Shkumbin, e shtratit lumit Shkumbin, ka sjell edhe avarinë e bllokimit të rrugës Librash-Prenjas. E ndërkohë prokuroria do duhet të hetojë lejen mjedisore. A është dhënë sipas kritereve ligjore apo zbatohet dhe është zbatuar siç duhet nga kompania e cila ka marrë zhavor në shtratin e lumit Shkumbin?